Bismillahirrahmanirrahim. Vazhdojmë edhe me tutje të flasim rreth surës Hujurat, një sure shumë e bukur, shumë e begatshme. Sura realisht e cila subhanallahu ne pa të shenjat si duhet ecur, kupton se si realisht njeriu arrin të plotësohet, të formohet, të formsohet kështu më. Sura një mend, si më unikale, edhe në temat që i trajton, edhe në strukturën e saj, edhe në shprehjet e saj, edhe në artikulimet e saj, është një mend sure shumë e veçantë, shumë e bukur. Dhe realisht subhanallahu në momentin që sadopak domon kam arritur të nxjerr disa meditime, realisht e dua shumë këtë sure. Është bërë shumë e dashur. Surja Hujurat një mend shumë sure e bukur. Faslihu bainahuma, faslihu baina vllazë sa është rëndësishme domon përmirësimi. Realisht domethënë detyra jonë si thirrës është pikërisht kjo domethënë përmirësimi. Ndaj Hudi alayhis salam thot ose Shuaib nëse nuk gaboj, tek surja Hud, thot in uridu illa al-islah mastata'at. Unë nuk dua domethënë gjë tjetër vetëm se përmirësimin e gjendjes, përmirësimin e mendësisë, bot kuptimeve, shoqërisë, mastata'at. Atë sa ka mundësi domethënë, atë sa mund domethënë. O ma tawfiqi illa billah. Dhe suksesi im krye këto të varet nga Zoti, domethënë, o ma tawfiqi illa vetëm domethënë nga Allahu i Madhnuar. Alayhi tawakkal. Tek Zoti i Madhnuar jam mbështetur, o i lehi vazhdimsi tek ai kthehem. Vazhdimsi atij më ne kërkoj falën, vazhdimsi domethënë atij kërkoj ndihmë, kërkoj streh, kështu më radh. Andaj një prej gjërave që realisht kërkohet nga ne si besimtarë, që na mëson surja Hujurat, ose si më thonë e nxjerrën pak këtë pjesën e pjekjes së vlerave. Realisht arrihet kur në mesin e asaj shoqërie, aty populli ka njerëz përmirësues. Ka njerëz që jetojnë për të tjerë. Në kuptimin që bëhen si më lidhse, njerëzit të arrijnë të kuptimet e Kuranit, tek vlerat njerëzore, tek moralet e larta fizike kështu më. Andaj faslihu. Është punë e rëndë, është punë me peshë, është punë raskapitse, është punë e vështirë. A kupton që ti lësh si më thon ato çefet, dëshirat, ëndrat e tua, e të bëhesh si më thon rroktar, edhe punëtor, edhe shërptor i kësaj rruge, i kësaj veprimtarie, i këtij qëllimi, këtij mesazhi, kupton. Kësaj nisme, shumë punë e vështirë. Qoftë nëse je punëtor, moni atij grupi, ose qoftë nëse je subhanallahu ke pozicion më të madhe, je si më udhëheqës, ose menaxher, ose koordinator kështu më. Është punë shumë e vështirë, ama në anën tjetër është punë shumë. Dhe ajo që ka ngel në fund është ajo që ka bërë për kolektivin. Andaj faslihu bainahuma bil adl wa aqsitu dhe tregum atij vëllazër. Tani arrihen disa pajtime, po arrihen duke e shtypur atë palët më të dobët, sikur se ka ndodhur me neve. Marrëveshjen e Daytonit, atë marrëveshjen e Rambujës, luftën e 2 mjenishit, edhe luftën e 2 mjenishit atje në Preshev, po edhe tek ato bizetimet e Vjenës, gjitha si më han, na shpërfaqen atë pjesën që arrihen disa marrëveshje, që trumbëntohen domosdoshmë si marrëveshje të mëdha historike, a kupton, marrëveshje e shekullit e kështu me radhë, bën anë nëse studion, a kupton, e ka pa të pjesën e kronologjisë, domosdoshmë vjeshmërisë, shkakut, mënyrës, llojet, njerëzve, personazheve, vëllezër kupton se realisht ajo marrëveshje se është debakël. Edhe realisht me kalimin e kohës veç edhe më shumë si më thon çarçohet ajo. Sigurisht se po ndodh e pavarësinë e Kosovës. Duhet vini njëri, i cili sadopak nëse mund të më thon si vlerë, spajtohet me gjendjen aktuale, e cila është e kamufluar me atë pjesën e afrimit pakicave, ku diun shtet i minoriteteve, kupton, shtet i unitetit, kështu më radh. Dhe realisht kur një njëri që si më thon e ka atë pjesën që ne po mund të jemi domethënë palë me dobët, po gjaku dhe sakrifica dëshmorëve kanë qenë për diçka tjetër, realisht ato si më thon goditet ajo ato. Edhe për shkak të përplasjes del pa realisht ajo çka është fshehur, kupton, fshehur deri në atë moment. Andaj faslihu bainahum, lazëm të mundohemi të jemi si më thon përmirësues, kupton. Mundohemi domethën me ato që kanë atë vedijes, e dijes, e ligjëratave, e angazhimeve, e simpoziumeve ku diuna, kupton, domethën ta ngritim vedijen e popullit. Domethën tua largojmë gjumin, ti zgjojmë, kupton. Vetëm këtë mënyrë si më thon arrim që domethën ta përbashkojmë popullin e t'ia rikthejmë krenarin edhe një herë.
Fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu bil adl. Vëzër, mënyra e vetme domon për të pasur sukses realisht në një shoqëri, në një marrëveshje është vetëm ajo marrëveshje e cila bazament e ka drejtësi. Është një libër i bukur pse shkojnë mankombët në luftë. Realisht një pjesë e madhe atyre marrëveshjeve që i kanë determinuar fuqitë e mëdha. Realisht subhanallahu dhe sot kësaj dite, edhe pse nuk janë thyer plotësisht, nuk janë shkatruar plotësisht. Lezër, deri tash kush e di domethënë dami i atyre marrëveshje është shumë i madh se sa dëmet para se të arrish në ato marrëveshje. Shifë domethënë luftën e Irakut. Një pikave ka qenë që dikun 500 vite ushtria amerikane domethënë do t'i ketë bazat e saj rreth e përçark Irakut. Dikun 8 pika, 7 pika janë në shërbim domethënë të Shteteve të Bashkuara. Vetëm një pikë, dhe ajo e fundit është mecene, është në favor të Irakut. Po edhe sot kësaj ditë vazhdojnë shumë grupe për brenda Irakut domethënë të vritin. Pse vëllazër, mënyra e marrëveshjes. Nenet asaj marrëveshje, qëllimet e asaj marrëveshje, ose si më planifikimi se si të zbatohet, janë krejt shërbim të këtij qëllimi, që ngela ja amulli për herë ato, dyshë të vritën njerëz. Pra nga jashtë trumbetohet që ne e arritëm një lloj marrëveshje, u alam atyre pa ata nuk po dinë me shfrytzu, nuk ja dinë vlerën, sikur se do Kosovë, me atë listën serbe, me ato 10 ulset e rezervuara, edhe me atë gjendje që kemi në veri. A kupton? Biladel. Ajo çka po tentohet me u bën nga Gaza tash. A kupton? Është realisht ajo që ne Zoti Madhun në zërata. Kurrëherë nuk do të ketë, si më thon, paqe të qëndrueshme në Palestinë, vetëm nëse pikniqet dhe bazamente kanë drejtësi. Për ndryshe gjithmonë për herë do të përballen me aktivistët e lirisë, a kupton, edhe me ndjenjen njerëzore të gjithë secilit ato, i cili nuk e pranon nënshtrimin, largimin apo dëbimin. Asnjë. Prandaj gjithmonë domethënë do të ketë një lloj luftje mes diktatorit, okupatorit, zaptuesit, edhe atij liridashtit, autoktonit, edhe atij cili si më thon e ka origjinën nga ajo velindje e nga ai dhej. Kjo është pak a shumë smane. Andaj innamal mu'minuna ikhwa. Fund besimtarët e Allahut. Nuk duhet vrahen, nuk duhet përçohen, nuk duhet largohen nga njëri tjetri për gjëra banale. Nuk duhet vriten, nuk duhet zemën të izolohen, nuk duhet zemën të ketë hidrim, edhe hatërmbetje mes tyre për gjëra banale, për gjëra të vogla. Jo vëllazër. Aslihu baina akhawaykum, këtë ka punë ndysh, domthonë nga ajo pjesa e dysit. Pse? Baina akhawaykum se wa in ta'ifatan. Wa in ta'ifatan, prapë domthonë ka ardhur ose flet për dy grupe. Flet domthonë për dy palë. Këtu baina akhawaykum, mes dy vëllezërve. Është një krahat baina ikhwatikum, mes vëllezërve tuaj, sepse realisht edhe tek ato dy palë ka shumë njerëz nga të dy anët, domethënë që janë pjesë e besimit. Realisht edhe pse luftojnë, si më thon, kundër njëri tjetrit, duke pasur si piknisje të kotën, nacionalizmin, apo fanatizmin, realisht ata prapë ose në fund të herës ata janë besimtarë. Janë besimtarë dhe janë njerëz që posedojnë besim. Wattaqullaha, prapë domethënë keni frikë dhe droj Zotin. Shefë si ndaj lidhjes së cilën punë me frikën ndaj Zotit edhe me besimin botën e përtime, alekum turhamun. Pra vëllazër kalon tash tani etapë ose tek montimi çështje. Ja ju alladhina amanu prap. Shefë çfarë sharimi, ja kupton, çfarë shtjellimi. Çfarë çështje subhanallahu. Ja ju alladhina amanu prap, oj që keni besuar. La yaskhar qawmun min qawmin, ja kupton. Mos tallet, ja kupton. Një popull me një popull tjetër, ja kupton. Asa yakunu shef vëllazër subhanallahu e pis, asa yakunu khayran minhum. Sepse ndoshta ata janë më të mirë se ju. Ja kupton? Asa yakunu khayran minhum. Sepse ndoshta ata janë më të mirë se ata të tjerë, minhum. Wala nisa'u min nisa', subhanallahu, on disa gra të tallën me disa gra të tjera. Jo, pse? Asa yakunu khayran minhun. Sepse ndoshta ato që domthon se më po tallet me to janë shumë më të mira se ato që realisht domthon tallen ose i nënçmojnë ato të tjerat për shkak të zilisë, xhelozisë ose ku e diun për shkak të ndonjë kashilloku e kështu me radhë. Andaj la yaskhar qawmun min qawmin, min qawmin. Kush do shoftë ai grup apo? Qoftë nga një pjesë e ngjyrës, nga një pjesë e nacionalitetit, ku diun e zonës mon gjeografike, mbi emrit,
prej ardhjes në qytetit, fshatit, ku diun, gjuhës, theksit, dialektit, la yaskhar qawmun min qawmin, kupton. Dhe subhanallahu këtë vëllazër, si më thon, e kemi edhe nga e pjesa e përvojës, kupton. Shumë herë kemi pasur mendime ose kemi krijuar domethënë perceptime, kupton, edhe bindje të gabura rreth disa vendeve, rreth disa qyteteve, rreth disa njerëzve, rreth disa, domethënë, zonave. Pikërisht për shkak të ndonjë njeriu që ka pasur në jetën e tij, domethënë, një përvojë të keqe edhe të ill me dikon nga një zonë dhe nëse palla për shkak se është përhapur, është transmetuar brez pas brezi. Nëse valla kemi frikë edhe të shkojmë atje. Se lere më të jetojmë, lere më të bashkëpunojmë, lere më të partohemi ose të krijojmë ndonjë lidhje ose ndonjë miqësi ose shoqëri me dikon nga atje. Edhe kjo subhanallahu fatkeqësisht është sot është ditën në Kosovë, Shqipëri. Pjesë e madhe e shqiptarëve të Kosovës nuk kanë shkuar asnjëherë në Shqipëri dhe anasjelltës, po subhanallahu bindjet e tyre, kashinë e tyre janë shumë kështu, si më thon, janë më shumë paragjykime se sa realisht si më thon fakte edhe të vërteta. Ana lejes kërkom min kom, do anë nxirën pa atë qetësinë e stereotipeve kupton. Se realisht I bie ajo që domthon e sarum para prakisht. Ja ju eladina la yaskhara, la yaskhar. Si është kjo la yaskhar, domthon, spari njeriu rritet me këto kupton. Nga herë nëse ti domthon e nënçmon dikon kupton, e përbuz dikon, sa rrin si domthon ta pranosh si të njëjtë me ty, për shkak se nga fëmiria si më thon I e kultivuar apo I edukuar, I e rritur me ato bindje të gabuara apo. E përmendëm ato, qoftë nga ana e ngjyrës, e nacionalitetit ku diun apo. Sigurisht se ndodh për shembull domthon mes jugut edhe veriut. Një pjesë e këtyre të veriut, si më thon apo, mburren edhe krekosin me atë pjesën e trimërisë ku diun, me atë pjesën e luftës ndaj atyre të jugut, edhe ata të jugut apo me disa gjëra të tjera është këtyre veriorëve, e kupton? Nga e pjesa e edukimit, nga e pjesa e leximit, nga e pjesa e artikulimit e ku diun e kupton. Realisht është e vërtetë, që ai pjesa e jugut gjithmonë ka qenë domthon përpara si përket shkollimit, leximit edhe vëdësimit edhe edukimit e kupton edhe përndritjes. Është kjo si më thon është faktike edhe evidente edhe me fakte e kupton. Që nuk na lejon e kupton. Nuk na lejon që ne domthon si më të tallemi e ti përbuzim, kupton, ti nënçmojmë, ti përçmojmë, kupton, ti ulim, ti degradojmë ata të tjerë, se janë si më thon në një nivel më të ulët të dijes, ngritjes vetë dijes kështu jo më zot. Po la yaskhar min qawmin, kupton. Asa yakunu khayran minhum. Sepse ku është, si më thon, që është ai maci I nivelet edhe moni arritshmërisë, është devotshmëria. E ne ku thamë është devotshmëria, at-taqwa huna. Një vëllazë vlerësohet me devotshmëri, andaj Allahu thotë inna akramakum indallahi atqakum. Jo ai që është me artikuluar, jo ai cili flet më mirë, jo ai cili s'bën gabime gjuhësore ose drejt shkrimore, jo vëllazër, ja. Kjo është shumë e rëndësishme. Ama vlera njeriu ku qëndron? Tek devotshmëria, tek ulja, tek nënshtrimi, tek sakrifica, tek vetmohimi. Ne kemi shumë sahabe që nuk ka dim as emrin apo. Se lëherë më dim diçka, kupton, nga jeta e tyre, nga leximi I tyre, jo. Ama kanë dhënë shumë për Islamin dhe për fenë. Do mundohemi ligjëratën tjetër mund ta përplotësojmë këtë për Allah. Mundohemi të ndalim tek disa meditime të tjera. I rujti Allahu Zot, faleminderit shumë.